Selamu alaikum të nderuar shikues të RTS, mirë se takohemi në emisionin Ta njohim të vërtetën me profesor doktor Shevqet Krasniqin. Ky emision është i drejtë për drejtë dhe njëkohësisht i hapur për të gjithë dëgjuesit dhe shikuesit që mund të bëjnë pjesë e këtij emisioni duke bërë pyetje përmes linjës telefonike në 046 220022. Selamu alaikum i serdhe. Aleikum selam rahmetullah barekat mirëqenë. Faleminderit. Kemi telefonatën e parë nëse është në linjë, po inkuadrojmë një herë. Selamu alaikum, përshëndetje. Selam aleikum. Aleikum selam. A bën një pyetje hoxhës? Po, ordnoni. Hoxhën e kemi një shqetësim, është lidhur dhe më thonë me familjen, e kemi një biznes të përbashkët, edhe mu prindi më ka vdek para 2 viteve, edhe tash normal vëllezërit punojnë me Adën, edhe me djalin e tij, mirë po ai fatkeqësisht më thonë, ka fillu rrugëve jo të mira, edhe normal që ka pas raste dhe ka dal prej shtëpisë, edhe me gjana jo të mira, do më thonë kanë mungu edhe gjana edhe në atë biznes, do më thonë normal kanë mungu në aspektin financiar, edhe pasi që është kthy, do më thonë ai fëmija më shpe, prap do më thonë Agja ka fillu me prunë biznes, për si mos me ndodhë kur gjë një farë mënyre, edhe na jena një farë presionin, ndoshta edhe nuk e kemi prindin, edhe nuk po dim qysh me u qasë, po kem frikën që mos po him gjuna që nëse veç e ndajmë biznisin, po pasi që tash na veç pe dim çfarë rrugë shka shku, edhe s'po dim nëse keni mundësi ndonjë këshill ose sugjerim, mirë që edhe në aspektin fetar mos me bë diçka i gabim. Atëherë në rregull, faleminderit për telefonatën, ju përshëndesim, selam aleikum. Faleminderit edhe ju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falënderojmë Allahun e madhruar te bareke wa taala. Salavat dhe selam pejgamberit të dërguarit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, e familjes së tij, e shokëve të tij dhe të gjithë atyre burrave dhe grave të cilët kanë ndjekur rrugën e atij burri të madh derisa tek kësaj dite dhe ata të cilët vijnë pas nesh deri në kiamet. Pastaj çështja e ortakrisë në biznes është bagje e ndihshme. Përpostirash duhet bazohet edhe në parimin e drejtësisë, të sinqeritetit. Ortak duhet të jenë sinqert. Përndryshe s'ka bereqetat, fundi vije shumë shpejt. Tani këty një ka vdek baba dhe biznisi ka mbet në duart të migjellarve, vllaznive të babës, po edhe të nipave. E që ka qenë biznes familjari bie kjo. Po nuk e kuptova kush tha që a dhamë mas rrugët këqia. Njoni prej migjellarve. Po, ma mor mendja. Njërë për migjellarve dhamë mas rrugët këqia. Po, që ka hisën biznes. E pastaj këta kanë të lura kanë këthyje në biznes. Dhe në fakt kjo është e pritën për vllaznive. Kjo është e preqme për vllaznive. Sepse vlla i shkret e ka vlla. E ka vlla atë që është i mirë i hambel. Mjalt. Po ka vlla ndoshta edhe atë i cili është i thartë. I egar, i vrasht. Vlla ka. Andaj dhe më zemra për vlla. Dhe sigurisht që ka kthye me shpresë që ai do të përmirësohet. Por është mirë dhe ka bo mirë, Zotë është përbleft. Por është mirë ati me dhanë shaj, me dhanë sinjal, që nëse vazhdojnë që ashtu, mos prit për neve me të dhanë krahin më. Para, dyta, ati është mirë, apo qifti ti në kësa raste, parë ndorë më smilan. Parë ndorë më smilan, apo me dhanë një rrugë, mujore sa kanë, dhe më smilan më shumë qasje. Ai që të vetat e hargjanë më s'ka ka shkan. Për ndryshe, mirë ka vepruar, ju në mendoj,
sepse vetëm se do të mi fol ati, në nështë të dënë Zoti e kthehet dhe tash këto është elementi thesë e rëndësishëm. Sepse po t'jetaj namazli, po t'jet njëri i xhamisë, i sejdës, nuk shkana për kafe të haramit. Nuk harxhon para në rrugë të këqija, që jenë të shumta të rrugë të këqija. Mund të bëj masraf. Kur bën njëri masraf për shembull dhe thirr shokët e vet gjithë e pagun kë nashbre, ai shkon sadak tonëve. Ai shkon këtë familje sadak. Është dorë lire, jap atje, jap këto, nashbre, nasht. Po bën ka pak lloks pak më shumë se vllaznia e tjerë, pa pet s'ka dert. Gjithmonë njërë është që harxhon më shumë, dikush është që kurse më shumë, s'ka dert. Amo në rrugë të drejtës bëm harxhu parat. Fitemi njerëz e shpenzojnë në rrugë drejtës, nuk ka rregull kjo punë. Përpas gjënahit është edhe humbja e bereqetit e sene tjera. Allahu ja rujt vllazën llak mes vete e uzoft të drejtoft Allah. Po. Do vazhdojmë tutje me emisionin, inkuadrojmë telefonatën tjetër. Selam aleikum. Aleikum selam. Mirëmbrëma hoxh. E kam një pyetje jetoj jashtë. Kur të falet Bajrami shembull të Arabt thirrën vetëm Kur'anin e knujnë në xhami. Këta turqë edhe shqiptarë shembull vetëm flasin kështu për mos me bos hanet këqije. E kanë më mirë Arabt, kisha pas shef me ditë hoxh, a shqiptarët edhe turqët. Te arabët e merr vesh thojnë. Jo si marr vesh veç shembull knujnë Kur'anin çdo herë mes sabah shkon deri të falet Bajrami shembull e knujnë Kur'anin non stop. Po do të thonë, në mes namazit edhe mes hutbes. Do më thonë kur të hish në xhami, Kur të falë sabahin, po. Ata e knujnë Kur'anin deri të falet Bajrami. Ta mund të falet Bajrami, tani knohet hutbja. Po. Apo? Po. Ha, tamam. Në rregull, faleminderit për telefonatën. Tallimi është për sabajt e Bajramit. Po s'ka pa sen, pesh nuk qen. Ai nuk qen pesh sen. Tek në vendet tona të Ballkanit e kanë preferuar me dhënë ders. Dhe është arsyeshme e punë, e logjikshme shumë, sepse në Ballkan, këtë Ballkanin, për me qanë tim periudhën komuniste, tash pak ka ndryshuar, po në periudhën komuniste, njerëzit në xhamia, kush ka shku? Pleq të shtyrë më 70, 80, 90 vjetë. Apo? Për ndryshe pjesa tjetër në xhamia s'kan shku, kur përpos në 2 herë vetë në Bajram. Ta shohë gjama psikologjinë e vetë që ka dhe duhet jetë psikolog hoxha. Për ndryshe është i dështueshëm në davet. I kap. Në kënjarë mu shtash për Bajram e shtash i kapin e juve. Se është i vetëmi rast, vetëja mundësi, me shfrytëzu mundësin, edhe mi e dha njerëzve ders. Dhe është shumë e mirë kjo. Kjo është shumë e mirë, që është përdor tek ne. Ngjajshëm kanë vepruar edhe turqit. Kjo e para, e dyta, për mësfilanat e menajt njerëzit këtë e këtë. Çka bojnë ata? Shanë botën arabe në Medin, konkretisht, ku kam jetuar atë në Medin, asë gjë nuk bojnë. Njëri, si se le rënë, lezën Koran, bën Allah me dikan atë, dhe presin. Në të vende ku njerëzit të informuar, di me lezu Koran me shfrytëzohen, ndërsa në vendet ku jenë turqit e ku jenë shqiptarët, ata presin diçka për imamit. Presin. Andaj imami shfrytëzon rasin e jep. Dhe kjo është në rregull. Kështu që mire kanë ata dhe ata. Mire kanë arabët, mire kanë turqit, mire kanë shqiptarët. Po elhamdulillah. Vazhdojmë tutje. Selam aleikum për telefonatën e radhës. Aleikum, selam aleikum. Po, nani? E kemi një pyetje për hoxhën. Po. Apo? Po patjetër urdhani me pyetje. Tash këta që po knojnë ilahia, po këta art në për publimet ndryshme për shembull fetare, është, ç'më thon për shembull, është më mirë me knu për shembull Kur'an, apo neja, për shembull me shpërndo fjalën e Allahut më shumë, apo për shembull me u dhon drejta më shumë ilahi. Në rregull, faleminderit që bët pjesë e këtij emisioni, ju përshëndesim, selam aleikum. Allah që përblefta, dhe që për pyti, a ma mirë marrë abdes me shta ujë që të,
a më shku na me marrë do borë, e do akull, mënu me shkëri ata, është ngrit ata, a ne që dë 3 pika, 5-6 pika që atë, ta ne të me mlidhë 2 pika tjera, më mënu dëqysh me zërë, me nëzirë pak uj, për me kry farzën e abdestit. Këtë pyetje, kërkush nuk e bën. A ma mirë me marrë abdes me këta uj, që kam këtu përpara, a mu të shumë më me nëzirë do uj, pe i ne i truh borë, dikona ne i truh, po shkara borë në jakle dikona. Sepse me marrë abdes pe borë është diskutabile me të ulemat, po të shumica nuk bën. Kështu që të me mujtë me nëzirë pak uj, me mujtë me nëzirë diçka. Po të kje s'ka në mujtë me nëzirë se kjo është nëzirë, kjo është gatshme. Andaj nuk krahëzohet Kurani me ilahi. S'ka krahëzohet e mësile heqë. Bila si bërë me nëllë menu 2 herë për këtë mesele. Ilahi, që ka në ilahi? Vjersha që ka në fjallë të mija të atë njerëzve. Po e ka në rime në fund, kuptimi tyne, i mirë, së është qështja, është poezia, jo poet, prozë, poezi, varet, zakonisht është poezi, vargje, bukurat të mira, kuqo. Me në zatë bukur, me një rim, ngritja ramje, kaq, e zbeh Kur'an e hesha, pak mikrofoni, pak telat e zanit, pak... Është përhap shumë në diaspor për atë... Po, s'po këmi pyetjen e ka mirë, krazimi s'krazohet, por, pra kjo është e para, nuk krazohen. Çështja tjetër, e a bën, sepse ka diçka që nuk pëthëjna, as një hojt në gjami, s'ka logjik, as në diaspor, as në Balkan, as kërkush në dynjat, me bë krazim, mes ty një dy gjanave. Por, hoxhëllartë, që të them, të përdor prapë për përdor shprehen, të përdor që tharë psikologjie kinse, po më ndaj unë, po du minu që ashtu, që me josh gjematin ka pak, pastaj me relaksu ka pak. Me relaksu. Për shembull në tribuna, zot tribuna 2 orë. Tamam. 2 orë zot tribuna. Dhe 2 orë tribun, me ngu ders, do të më ka një koncentruar. Sepse ligjerusi, se unë për shembull ligjerusi jam, unë me momentin që vrej, që më të janë i leviz, unë ndërprej. Nuk ndërprej këtë mënyrë protestuese me thonë, qova dole jashtë, është bje keq. Por, keq që kom pas me thonë, e lanë janë dhe nisi e sjellë fundin. Ja qes fundin, ka pakin edhe kuj. Për shkak të mos koncentrimi tyne. Pse? Sepse ata nuk kanë gjendje me nejtë magat. Ligjerata dën koncentrimin. Ligjerata dën koncentrim. Tribunat e ligjerata. Kushtja lohen temat, mira në tu. Gjemati nga një herë lodhen. Për me relaksu pak, me përshu pak, hajt një lahi. Me kënu Kur'an, është ma seva për në diskutohet, po prap do të ngu Kur'anin. Se s'është në regull, ajkë nga Kur'an, e nisën flasën bëjna mahabet këtu. Andaj përdorën ilahit, këta vlazni, Allah i shpërbleft në për Evropë, me qëllim të me relaksu pak gjema. Pra sikur se me thona diçka 5 minuta pauzë, 5 minuta keni pauzë, kur mojnë për mbledhën, për të bime mbledhje, 5 minuta 10, thënë keni pauzë, dalim pini kafe në qaj, 5 minuta 10, çlodhje, relaks. Më këthuja pet, me vazhdu shkencën. Përndyshe, krazimi nuk ka shkërkon. Vazhdojmë tutje, kemi telefonatën tjetër. Selamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Selam për ju edhe hoxhën. Deshta hoxhë se flet më bëni pyetje sonte. Po, nani. Na jem deshta më pyet hoxhës për këto croissonat Seven Days, 7 ditë që shjuan ato. E keni parasysh? Ku pas bon njoni burra një grup atë bon një pyetje që bi lejo pa të nëse që jënë me alkohol nuk e di edhe. Edhe për me janë 7 ditë ka të Marokkanët, të Afganistanët, të Pakistanët, të Belgjike, anë më molta kësi që kanë Shqipëri sa dush edhe. Që janë si me 2 euro krema, edhe vanilla dhe çokoladë. Edhe tash po janë atë musliman, po s'po ka dyshim që mund më kon me alkohol, po s'pedi tash ose mund më kon dame në për dyqane islame ose apse është e njëjta markë e dame në dyqanet zakonshme aty kisha pasur një shqellim për hoxhës se ku duhet shkona për musliman dyqanave këto, vedi. Tash ka një dyshim edhe mu. Faleminderit për telefonatën, do të merrni pas. Allah ju ruaj, faleminderit shumë. Selam aleikum. Aleikum selam tullah. Kjo pyetje na është bërë neve disa herë.
Dhe kemi cekur, kjo Seven Days është greke. Spaku të këne që vjen, është prodhim grek. Dhe shumë mira të shkruan, ka përqindjet e alkoolit. Përderisa ka përqindjet e alkoolit në një artikull ushqimor, muslimani nuk dohet ta marrë. Në kushte normale nuk dohet ta marrë. Përpas, në rast dëmosdëshmërie. Çfarë artikull? Se fjala vije s'ka çka han, do me dikuni, që kes bëva ki heq këtë ko spaku të një tekni në Evropë, apo është ilaq për trup dhe ka një përbërje që shkruan atë, një përbërje të alkoholit, e që na për ilaqe pastaj është një çështje tjetër, është një lehtësim tjetër, sepse tjetërsohet një ilaqe, alkoholi s'ka shans me qenë ashtu pa tjetërsuar, përderisa në ushqime nuk është kusht me tjetërsuar, pastaj në ilaqe është domosdoshmëria nga se është për ilaqe, nuk është për qef, me bo qef. Andaj është tjetër tretman atje, tjetër është në ushqim, në ushqim ke që ka hanball, dhe mund të thot dikush se edhe në ushqim alkoholi tjetërsohet, nuk është pa tjetër, mos harrani, nuk është pa tjetër, nga se alkoholin mundën mja qitë në fillim, po e që tjetërsohet, por mbetën dytësira e tina. Së harrojme, alkohol është në dytë, si mbas shumicës absolute lemave, mundet të vëhet apo të qitet në fund të qitet për mi arrujt aromen, për mi dhanë arom, shije. Jo arom për shije, për mi dhanë shije. Tamam? Me të tregu këtë në praktik. Kush e din, para luftës të këni në Kosovën tonë, në këtë Balkanin, na ka nërë dhe farë, edhe shenë bëmbënjerëve që e theshin, veshin se farë jo, këse se të më dhapi, po se bëmbënjerë e kanë qokolada. Po, bëmbënjerë, po. Apo? Po, kutia ne, që ka që me 10 sopa mrena. 10 sopa mrena, sa 10 shumë. Po, 10 shumë, 5. Që ka që madhe. O ka një farlej bidat e të herë, të mi blemi dhe mi akserat, me herë gjithë pare, shqiptartë, në për darsme, në për deke, në për... Ajo kanë shumë shtrajt, plus ka pas rëllojt alkoholit mrenda. Që ate, me marë, kër e ke qilë pak qokoladë, ka qenë lëngët, ka pas një substancë të lëngët. Në frikë më e gjuhës, e vrejnë që është pije alkoholike për shije. E që në kupton, i është hedhër në fund, për me rujtë shije, me dhanë shije. Tamam, me dhanë shije. Së kurse, që veprojnë kër pjekin ka njëherë peshqe, mishe, ka funja që të pak verë. Ka funja që të pak verë për me dhanë shije, e me qenë i klasës më të naltë, mish me qenë klasë më të naltë. Si pas tyre. Si pas tyre në gjithmonë. Edhe thëtë për mirë kumbane, thëtë mund kushton kjo. Po restorani jem do të qenë i lartë. A nuk e din që neve në myti krejt. A nuk e din a shkojnë a hojna. Andaj, nuk është kusht pa tjetër me qytë në fillim, nuk është kusht pa tjetër me tjetërsu. Qa pa del të këtë? Pa del minimum është dyshim. Këti nësë unik. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith vërtet, sahih Muslim, wa man waqa fi shubahati waqa fi al-haram. Ai cili bjen gjëra të dyshimta ai ka rënë haram. Karrai rahawla al-hima yushaka an yartafi ela inna li kulli malikan himan ela inna hima Allah maharim hadith është i gjatë. Ai që bjen dyshime, bjen haram. Që dyshimeve. Dhe fundit kajt, pse mi bohen mi shërbyni një kompani e cila fiton tona pruniv gjana harame. Pse? Këthan në Afganistan, në Pakistan, këpëranës Saudije, Saudi se përën për Saudi kumpane, a më Saudi nuk të zemja që uaj me alkohol. E jo, pasha zoten, në Saudi atë alkohol është x dhe shkron no alkohol. Ja, po ataj që jelin sytë, e na shqiptarët i pëshelim sytë, na që jelim gojnë. Sytë i pëshelim, gojnë e hapëm, e rapën nuk hanë. Që këtë? Ja së hanaj. Fundja dhe shtete se le me himrena kër ka alkohol. Se kanë marrë veshët. Kanë marrë veshët, natyrisht. Kanë marrë veshët. Kështu që ne shqiptarë, të sarë kemi bë këtë pyetje, dohet me bojkotua se vendesin. Të sarë këmë të se këtë qështje, dohet me bojkotua se në që këmë bojkotua. O nuk e blej.
Se punë Coca-Cola ty në farcaneve që kanë nuk t'i blej. Në shpeta më bë me nuk hin, nuk thëmë nuk bëj be, po më bë me pa që kanë hyja, se ka pru dikush e ka blej, shumë mërzim vjen. Nuk ndërmarr masa tash më rebelua po adin, por nuk ndihesh mirë. Nuk ndjena mirë. Edhe ku do të shkoj, mysafir e sanet që shaf nuk ndjena mirë. Tamam, ose ushqimet e artikujt e këshive tona tonë. Ujna pa të menajt. Pra dhe në qëllë sytë robi ka pak dësane. Qëllë sytë. Se shtekin dorë dhe nuk ka se prapavin këtë dënja që të kushton ty. Se njerët mund tutet jam kushton, ne jam për cilën, ne jam daloj, ne më shtinë në tërpële, qëtin në dhej kanë me të shtiku, kanë me të shtinë, në dhej sa djetë deka kanë me të shtinë. Atër do të vazhdojmë tutje me cërin e këtij emisioni, inkuadrojmë telefonatën tjetër. Selamu alaikum, përshëndetje. Wa alaikum selam, rahmetullahi wa barakatuhu. Po, urdhëroni me Selamu alaikum, a më dëgjoni? Po ju dëgjojmë, mund të vazhdoni me pyetjen. Allah ju shpërblej për misionin edhe vllahun ton, hoxhën ton të nderuar, Allah e shpërblej me të mirat e tij dhe inshallah ka pasardhës të hajrit se shumë kemi përfitu për tina, elhamdulillah për Allah që na ka begatu Allah me këtë hoxha dhe me hoxhallar të tjerë i përshëndes edhe Allah i rujt. Kam pak emocione, unë jam nga Gjermania një motër edhe më ka dik baba në javën e partë muajt Ramazanit edhe kanë ditë e gjuma edhe atë moment kur ka vdek baba, ka thirrë ezanin për iftar në unën e Kosovës. Edhe tash e kam kështu një pyetje edhe i nënshtroj 3-4 pyetje me atë pyetje. Kur më tha nana që baba i s'po mundet me marrë frym, e pata sikur një parandi në hoqë dyqysh që baba po do me na lanë. Edhe këtu në Gjermani e kena pas kohën e ikindis edhe elhamdulillah për Allahit me namaz na si musliman. Tu e priti ikindin edhe nuk i di si me thonë hoqë ato fjallë më kanë dalë, nuk i kom pas kështu s'udisi me ta përshkru, nuk i kom pas mendime, po pi mërdhis edhe më dolen fjallët edhe u luta, thash o Allah, nëse është vdekja e babës tem hajrë, ti e din tash kush ti e din cilit ja cakton vdekjen edhe cilit jetën. Edhe në drejtën me ta thonë hoqë, unë e këto jam inspiru me pitej edhe nisi libra dhe elhamdulillah, kështu që ngaj fi dhe elhamdulillah që jena musliman. Edhe jo mundu tani kur mora vesh që edhe kur ka vdek tani baba, po atë ditë, jo mundu që me praktiku se e di që pejgamberi sallallahu alaihi sallam ka thënë që kur të merr atë vështirësim për herë të parë që mos me kajt. Nashta është edhe kjo vetëm pak me asjaron hoxha edhe këto që në shpërblim i mirë ose s'po di si me thonë, se masa ne i kom kajt edhe jam mundu namazin mos me ik, edhe ashtu në gjendje që më ka, iftar s'ko mujt me po, vitëm do uje kom pi. Kom kajt kështu me lot masa ne edhe namazin e kom ba, jam mundu që kështu edhe pak jam kanë edhe egzushme nga hona Allahit se çfarë mënyre ka vdik baba jam, elhamdulillah. Atëherë për shkak të kohës ose mundeni me shkurtu pyetjen nëse s'keni diçka për të shtuar sepse koha shumë e limituar dhe kemi telefonata të tjera që po na presin. Po, edhe për hadithin e muajit Ramazan që është për shembull me atë kohë që nuk qosh në agim që se bën këto njet, agjerim s'ka për agjerusin. Në përpara, nështë pa dije, i kum ba dhe ashtu si më ka dalë gjume për sabah, e kum ba njët. Amo tash në këtë muj 2 herë më ka shku kështu ditë që nuk i kum ba njët, a mi kompenzu ato ditë, ose si mja, ose tash elhamdulillah po di me dhe me haditha dhe me fejtë. Qaj bje kje se ke bën jetë, veç pak, qaj bje se ke bën jetë, se ke bën jetë natën se që unë së fërheq. Po. Jëm kanë e lodhne atje tani për... Tane ke falë sabahin? Po, tani e kom falë sabahin veç që
E kom bën një prizë. Kërë qartë, qartë. Se ndoshta mund të lidh me hadith. Allah ju ruajt, Allah ju Faleminderit shpërblet. për telefonatën, ju përshëndes. Ju prekam. Faleminderit. Selam aleikum. Aleikum selam, Allah i trujt. Allah i trujt ty. Inshallah babën tënë kam shëruar Allah azza wa jall. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam inma sabru inda awwal sadma. Inma sabru inda awwal sadma. Sabri është haberin e parë, tak tak, kur vjen lajmi i parë. Vdiq baba. Thon inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah. Ose Zoti tim të zot, ose më rëndësi, jam e bërtit me ko për mu që pas ka gjithë. Qa s'ka gjithë? Po të, sa vështit ka dik baba? E mu më ka dik baba. E baba se më ka dik baba. E babas baba se ka dik baba. Pa kanë dik pejgamber të Zotit. Pa kanë dik pejgamber të Allahut, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah, o Zoti jam. Po njerëzit, për fakte pëse në largë Zotit, dojmë në najtë largë dekës me ikë. Se kur i afer Zotit, deka kur qanë banë, qanë të Zotit, alhamdulillah. Am qanë të Zotit deka, të Zotit em kom shku po, me i për këtyne bëdallë që ma harën këtyne farë thërrat që të bojnë kërit në që ka qa, shuj, se mirë koka. Të Zotit kom shku, papa të Zotit kom shku. E valë haku ma mirë, pra. Je po ka dhe procedura, po pitut në atyne që është, atyne pitut në organizë deke se në atë zvorët, gjësë se, ty bërnë ko shatërema të me o trimnu, vesh në forcoft Allaho, sa të trimnia s'krim pun, aty krim pun ameli, por me gjitha ta, përshit e zotë janë po, leti deka kur dënë, vesh le dje me faqet barë. E karë me faqet barë në Ramazan, e karë dhe gjirushëm, apo me namaz, e plakut mirë, në rogë zotit, elhamdulillah, e bijeve të edukune, e ka madhuru Allah, në ka kujtu Allah, në ka bë sabër, elhamdulillah, ka dhanë provimin. E ka dhanë provimin. E ka dhanë. E ja provimin, pra e fitën shpërblimin e sabërit, kër e humbë një të dashur tënë, nëse për qatë në qatë moment, kur të vjen lajmi, apo kur e mërë lajmin, apo nëse që lanat edhe e pëshpirë të bënë sabër. Tani masanej tani të kujtu janë i se ka në të rëshë nashtë. Po taj qajtërit masandej, me letë s'ka dertë, por jo me vajtu mo, me vajtu natyrësht nuk ka arsye asnjëherë, kjo është e parë. Çështja tjetër, punën e agjerimit po thot hadithin që është me bunjet natën, la siyame men lem yujammi min al-layl. Nuk ka agjerim i cili nuk e bën jetë, la some limen lem yujammi min al-layl, nuk ka agjerim i cili nuk e bën jetën natën. Po hadithi është sa, me këtë hadithe kanë marrë shumë ulema, dhe kanë thonë se nëse të nxanë sabahu, pra hini kalinata, hini dita dhe nuk e ke bon jetë, dhe qatë ditë, nuk e ke bon jetë për qatë ditë, ti do të me agjeru, po nuk njetë kemi bën njerë kaza. Sepse do të me nxanë një pjesë të natës me njetë. Prej mbram në këshom, tash kur ka i mas përëndimi djelit, deri në kohën kur të hen imsaku. Tamam. Por, kjo është një mendim ulemave, shumë e respektuar, por elhamdulillah pe Allah, të është mendimi tjetër, që kanë hanefit e tonë, Allah është përbleft, deri në drejk në regull o krejt. Deri në drejk është në regull. Me të nëzan drejka, e tutje, me dollë, me bënjet masanej, dhe të prapenajt pa hangër papi, po dhe me bë kaza. Se të ka shu shumis e ditës, pa njetë, mirë. Kje nga një ranë, nga ona tjetër, njetën njeri më në bënë fillim të Ramazanit krejt. Njetën, shkanë edhe më maliku këte, më në bënë fillim të Ramazanit, po më në bënë edhe çdo natë. Më mirë kemi po çdo natë. Mirë, që është tjetra, që është tjetash. Robi vetë të këne lidhin jetën me sefer, nuk është kështu musliman. Për shembull, të afërmit tonë, familjarët e tonë, të cilët dikush prej tyne për të më qenë sefer. Atun pa habu kështash mirë se më sefer vallaj për të më qenë. Çka ndodhe kënë sefer nuk o qenë. Ose nuk tha pa ha mirë se si qëna në sefer, apo në shtaciona, por ra me fjetë edhe ajo ra me fjetë nuk o qenë për sefer. Po në mendjën e vetaj që ka me agjeru. Dhe të nesër më këtë qënë sabah, kja tha, kërë ku farë sabah në këmë bën jetë. Kështë që njetin nuk ikë. Njeti ka mundësi me t'ikë, nëse ndë gjëmashat kategorisë A, se ka A, B, C, D, rënë, ka gjëmasha, ta që kategorisë A, kështu këtë lahës nalë, binë me flajt në qëni.
Dejt nesër në 24 orë. E që ditë që shkoj, për që i kena masë me selin vetë i këtina, po kjo se që ta natën, se që unë ashtë ka dalë gjumë një herë, se të rëtëlloj trupi del, pa veç këthejet në krajnë të rëvëm, edhe vazhdan. Dhe pas në nevojë pak me pleta, pak, shkoj nata, paradite, dreka, kërë dullë gjumë mas drekes. Që kë tash, që kë person, ose nëse oran kumë, ta natën, oran kumë, edhe nesër me ditën, deri kam pas dreke, këtë këtina kjo pjesë ka kalu pa e pas në jetën vetë dijen e vetë. Nga se jetën nuk është kusht me shqiptu me gojë. Njetë është me di që pa agjeron, të sikur se i flet vetë vetës, ta një thuë u filan, nesër, agjerush mjena, pa agjerush mjena nesër. Që ta më në ki motër, më s'ki dertë. Atëra shkoha për një pauzë të shkurtër dhe do të rikthehemi në studio për të vazhduar tutje me pjesën e dytë. Qëndroni me ne. Përse të kërkoni kur mund të gjeni, ju presin mbi 300 makina të reja dhe okazion prej markave më të njohura. Albini Auto në Rym Lang, Zyri, është partneri juaj i parë për makinën që ju dëshironi. Na vizitoni dhe befasoni me ofertat tona ose vizitoni webpaqen ton autovisalbini.ch. Albini Auto, ne e kemi qelsin e makinës së ëndrave tuaja. Rikthehemi në studio për të vazhduar tutje me pjesën e dytë të emisionit Ta njohim të vërtetën me profesor doktor Shevqet Krasniqi. Vazhdojmë tutje me telefonatën e radhës e cila po na pret në linjë. Selam aleikum, përshëndetje. Selam aleikum, kam një pyetje për hoxhan. Por, nani? Unë jetoj vetëm me djalin banesë. E kam frikë të madhe në mramje, deri të vjen djali, unë nuk guxoj me shku në dhomë me fletë. A ka ndaj dua që mund me lexu njëri për me ta hek frikën atë shumë? Banes tutësh, a? Po, Përuna, zat. A ki më të ki tut? vallai, burim ka dek që 6 vjetë, Vazhdojmë tutje me telefonatën e radhës e cila po na qata tutna. Qa pëllidh vdekni burët me tut, qa pëllidh tash? Ka dek qatë dhoma, Unë nuk tutna prej vdeknit, se a dhe i vdekni nuk u qukor, po tutna prej hajdukave. E vetëm mend i majte hajdukat. Cëllën ka tje? Valan për dhej banoj. Për dhejës. Në rregull, faleminderit që bët pjesë e këtij emisioni. Faleminderit shumë, natën e mirë. Jo, i motra. Frikë pi hojna. Ha? Po jo, bra, nuk bëmë, nuk po. Ti a jenë shpjetana shpjet huj. Të me shku në shpjet huj. E në nona e mi rahme shpjeti pas se kënë shpjetem në më tuta, pasha, zote, s'tut në shpjetem kër. Shpjetem nuk kam që ka tut në une. E shpjet huj me shku është që shtet tjetër. Ti shpjetane je. Më tut, aj që vjen të une, nëse jam synë me ardhë, e ju më tut unë. Jo më të nuk kanë e më tut, Allah i trujt. Me lutë Allah në azë o gjëmë të hekë zotë i këtë tut edhe mën, do të pas ka bo, unë a zëtë, pas ka bo fobi të pas ka bo ke punë e dhomës me najtë të atyre. Është bo me traumë. Me traumë. Tha, ka do posaçme me ba, lutjet posaçme për këtë. Lutjet posaçme të përgjithshme me ba, me ta hekë zotë i tutën, lutjet posaçme, çfarë lutjet posaçme ta hekë zotë i tutën. Lutjet posaçme bënë për zemrës tonë, o Zot, veç ma ki tut, edhe njeri dëhet me menu senet e kondërta. Tuta, që ti me ikë. E cila është e kondërta? Trimnia. Qysh trimnia? Po pa tha Zot, të zbët kur që, po kjo shpia jam jashtë. Po shpjetamo, shkuza me hime ta. Së ti në të menen shpjetane. E ta shë me bëkja, me qitë ty me rujt në barë ose në fushë, ose me rujt di kanë qka banë? Nuk është regull e motër, të se di, që ditë këtë rast mu. Inkuadrojmë telefonatën tjetër, e përshëndesim, selam aleikum. Aleikum selam, ju përshëndes edhe juve dhe hoxhën. Faleminderit. Elhamdulillah për Allahut, Allahu ma ka mundësu me shku në umre, ma ka bo surprizë 4 vjolca, e unë është pyetja ime desha me ditë, se shko me djalin dhe me burrin. Me tha vjera e motrës tim, se djalin ta lash me unë zelzemi. Se që ka djalin?
Qa ka? Urdhë? Qka ka djali që me lë mujë zemzemi? Qka ka? Po djali nuk fol mirë ma pak, nuk është si tjerë fëmijë, pak është me kështu, nuk është mirë është ama nuk është si vajza, dim pak o ma ndryshe, fort pak. Të folën, a? Të folën a shka? Fola ma së mi fole gjithë lafet, bërë disa shtonja i mungojnë. Edhe bo disa nervos, kur donë dhe një punë t'ja bësh nese, ma kur i vjen dhe njëherë më mora t'ja blesh, ose di qka, se dhe që është gjokundi që i smirate, ta kupton? Po? Edhe uj me zemzemi, unë tash me la me uj zemzemi, a uj t'i s'kon në kad, të poshtë në kadet, nujt e zeza, si i thonë. Dhe qartë. Po, apo me la me atë ujtin, apo vetëm pi uj me uj. Tama me qartë. Në rregull, faleminderit për Po, telefonatën. edhe pyet një tjetër e kisha, se këto që vdesin njerëzit, va marrin organe, gjonat, një vajzë ka vdek, një vajzë ka vdek, e një vajzë tjetër ftyrën e ka pas nuk e di se ka pas të mirë. E nëna vet nuk ka dash t'ja lëkurën e vajzës, ka dash t'ja qesin doktorët, kjo nëna vet nuk ka dash t'ja hapja lëkurën e ftyrës, a kupton? Po? Kjo vajza ime tash thoshte se edhe unë nuk duhet thoshte të ma qesi lëkurën, duhet t'jesha me lëkurën time, si ku më vdek. Duhet t'ishe në vërë. Mu thash bia ime, kur vdesin njerëzit lëkura tretet, edhe trupi tretet krejt. Ne kur të rinjallëm me para Allahut, të rinjallëm me ftyrë tjetër. Me ftyrën si e kemi pas para Allahut. Desha me një këshill prej hoxhës. Faleminderit për telefonatën, ju përshëndesim po të qarta. Ishin, selam aleikum. Aleikum selam, Allah u ruajt e u dasht. Amin. Nuk ka dert me ula me ujë zemzemit, nuk ka dert as pak. Nuk ka dert. Ani pse në fakt kanë folë disa ulema, por nuk di që ka argument i cili ndalën në robin që të marrë abdest, të pastrot me zemzem. Për faktin se për kësë s'kem argument, se dyti, ujë zemzem është ujë i Zotit, i përgjithshëm, kam qëllim përgjithshëm për qatë ka në ujë robi, mi la teshat me te, mi pi, më pastro më marrë abdest. Andaj, edhe nëse latë këtë robi, në ka dert. S'ka dert. Ka për lima që kanë thonë shkak respektit të këti ujë që është më i veçantë. Mas me përdorë në dëtsina, ka se njeri ju kur pastrohet tani mund të prekë në dëtsina ujë dhe sene, po s'kem argument na. Edhe pëse është e respektuar, ta shumë të të më la. Ose këtë ras për bereqet, motra pa me ndonë që anë pëse ujë zemzem, se kam hasë dhe këmë e lezu me thonë që do të më la për me, po, për me të shëruës dhe qka. Nëse ka ndo një alergji trupit, mundet për ndihmu. Të bazon hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma zemzem li ma shori bele, është për çka pihet, me bën jetë për këte, po ndoshta, banë pëse atë hadith ka për me pi, po që i lanë dorët, i lanë sytë, ka ndo një shenjë, diçka, të shpresën bereqetin ujë zemzem, nështë Allah azza wa jalla shëran. Ajet që është, e kam përdorë edhe seleft, është për në zemzem, se lanë sytë me zemzem, dhe bën dua për dëshirin që e ki. Për qa ki dëshirë? Kam dëshirë, o Zotë, jam shërë madjallën këtë ras ke motra. Qëtër tjetë të Zotë, jam falma një evlatë. Qëtër tjetë të Zotë, jam vepi këta ujë, zemzemit, për mungi këto, për mungi për ditën e kiamet, mësë më kap etja ditën e kiametit. Qëtër atje, për në zemzem dhe të Zotë, jam marta me filan
martu me filan qiken. Martesë. Po për martesë, ose djali për qik. Qetra ati Abdullah ibn Omeri, ka në hadith, ka lënë si ka në zot jam, për ditë kiametit. Me mbrojta si për zemën gjehenamit. Andaj, zemzem është ilaç, por me la këtë se kanë, se këshë me le maja këte, se kanë, dhe me la me zemzem, se gjona për. Por më ndalu s'kem nevoja, s'kem arsi, u zemzem. Pyetja e dytë ishte tek vdekja e personave që ndonjëherë organit e trupit i marrin për çështje të caktuara. Në këtë rast ta ka thënë vajza që syrin tem s'kam qef më jap dikujt sepse du me Anë dhe po, ashtu. po. E ke ka thonë që ku të ringjallë mina. Po nuk mundet ajo është, nuk ta merr kërkosh, pa shku me nënshkrua, me dhënë, me pajtu para për kësaj gjalle, nëse destet të më marrlenet edhe këtë sarë familjarin, ka la procedura atë. Ka procedura, po. Po. Për ndryshe, ulemat e kanë lejuar këtë çështje me kusht që të bëhet në mënyrë humanitare, jo me lek. Sepse njeriu trupin e vetë nuk e posedon. Trupi yt nuk është pronë e jotja. Trupi yt është pronë e Allahut, të cilën e shfrytëzon ti. E pjesë e trupit tani janë gjymtyrët e tua se syri, dora, veshje e të tjerë. Allahu t'i ka dhënë për me shfrytëzu ti, e jo me bë tregtime tu. Andaj nuk lejohet me marr para. Por më thonë nëse dikush përfiton për ndonjë gjymtyrë të trupit tim, mas vdekjes, unë s'kam problem për atë. Ka dallim, po. Inkuadrojmë telefonatën tjetër. Selamu aleikum. Aleikum selam. Po. Desha ta pyes hoxhën si profesion punoj mësuese. Desha ta pyes hoxhën a lejohet që së bashku me kolektivin, theksoj që janë kolektivi të gjitha femra, a lejohet që të dërgojmë nxënësit në vende të ndryshme si Prishtinë, Prizren, Shkupe, Tiranë, duke e ditur që i te kalujmë domethënë kilometrat e lejuar. Desha ta di një përgjigje prej hoxhës edhe pse goxha kam hulumtuar mirë, po bashkëshorti thotë që nuk është e lejuar, pasi që domethënë nuk lejohet pa mahrem me shku në këto vende. Ti je me mësuese, me autobusin, ja po? Po me autobus, domethënë kolektiv jemi krejt femra dhe nxënësat janë krejt femra. Po, shka mos e lidh për atë punë heq, mos e lidh heq burrit, Allah në xhenet qoftë, ka thënë hoxha. Mi dhe xhenetit qoftë, Allah i thënë mu bashkë me ty që atje, o fjala ty bashkë me ta, po dhe në neve në qoftë, tanëve. Amen. Nuk ka nevojë të nal burrit, të shkon me nxënësa, e mësuese ty, në mësuese e nxënësa është si nana, mësuesja është për fëmijën e vegjël, si është nana e dytë, ose është një nanë e veçantë. Fëmija mas nanës nuk di që dojnë dikëm më shumë se sa mësuesen. Anë veç që mësuesja e mirë, e dashnë, e afërt me nxënësa, kam një përshtypje. Ndoshta pse na ka na vetë në atë kohë. Ndoshta ne po dhe kemi qenë shumë të afërt me mësueset tona, mësuesit tonë. Sigur se mas babës, as kujt nuk i besem ashtu sa mësuesit. Edhe është shumë logjike kjo punë. Edhe ka peshë, edhe ka bazë nga ana fetare dhe nga ana psikologjike. Kështu që ti mos e daj fëmijët, shka me fëmijë edukani, mësane, s'ka dërti, me emër Zotit. Ti një kallabllak, një kolektiv, jo. Po. Inkuadrojmë telefonatën tjetër nëse kemi në linjë. Atër po vazhdojmë, ka ikur telefonata, po vazhdojmë me disa mesazhe. Thotë është haram mbajtja e onazës në gishtin tregues për meshkujt. Gisht tregues është çka? Po. Unë e këni pas. Po jo, sepse unë ka ndryshprej të minë arabisht, tani më nërme përkthy. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bajt onazë dhe të quhet gishtë onazës. Pastaj historianët e ulemaja hadithit të fikut kanë diskutuar ka bajt dorën djathtë, dorën e majt, sikurse që kanë diskutuar në cilën dorë është më mirë, të pajtu që në dy dorë lejohet, në
cilë është me preferuar. Është shumë ty në ka thonë është majtën me preferuar, po ka dhe ty në që thënë djahtën s'ka problem. E pastaj në cilë të gishta, se për këtë femrave, në të në gishtat femrat kanë të drejtë. Femra nuk ka të caktuar në cilin gisht, nuk ka të caktuar sa naza, nuk ka të caktuar as çfarë naza. Pe arit, pe argentit, pe diamantit, pe hekurit, pe stëlive të ndryshme, sepse stëlit në fakt në parim janë pjesë e natyrshmërisë femrës. Kështu i ka kriju i madhe Zot, ti kofshin falë. Njeriu sa të përmbat natyrshmërisë ka punë të mirë. Momentin që e lunë e devjen natyrshmërinë, ai e ka humbudhën. Për ata femrat që mundohen të bëjnë si mashkuj, e kanë humbudhën. Mashkujt që mundohen të bëjnë si femrat, e kanë humbudhën. Sepse janë përpjek apo mundohen të dalin jashtë natyrshmërisë së tyre. Që bëhet mashkulli një nazë këtu, një këtu, një këtu, një këtu, një këtu. Që bëhet mashkulli nazën rrethin këtu në zinxhirin, ne, sa gishti trash. Takova njërin sa në një qytet të Kosovës, edhe unë nalë makinën, isha të hip makinë fakt. Ai torë pas që më bë torë të une, unë dëshem me hip kërë, se shto pak për gutë, tha më faloj të vetë ka për qafe pak. Thash për qafe më kapti mu, të afruaj, thash me qëtë zinxhira. O, se kësha pa kërë? Po më sy se shumë i madhë zinxhiri. Me që zinxhirë, gjithë këtë zinxhirët pa më ka për qafe, më ka për qafe edhe tha po të përmëte që kam jek me emër zash. E shtash po të ka për qafe, por ma se për përmëte që kam jek, po nuk ba më rëvla zinxhirë, që ka më dy këtë zinxhirë? Kështu që nuk është natyrshmëria, ma është këllit me që zinxhirë. Pa dash me bë këtë çështje me temë vete. Pra femrat nuk kanë të caktuar në cilin gisht, mashku pejgamberi ka bajt në gishtin e nazës. Aliu radiallahu anhu ka në hadith sahih Muslim, ka thonë më ka ndaluar pejgamberi me bajt të nazën në këtë dhe ka bë me shaj në këtë dhe në këtë. Ka ndalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me bajt të nazën ka bë me gisht në të dhe në këtë. Pra në gishtin e mesëm dhe në gishtin tregues. Këta dy nuk bën me bajt të nazën sepse është hadithi e Aliut në sahih Muslim. Tamam, mbetet gishti i madh. E për gishtin e madh tani ulemat kanë diskutuar. Andaj, u nazën bëjnë këta dy gishta, mëse bëjnë këta dy gishta, kjo është diskutabile, po heqe tret, le këta dy, e ma i mire këte. Ose heqëone qështu. Atëri më kadrojmë telefonatën e fundit për sonte. Selam aleikum, përshëndetje. Selam aleikum. Aleikum selam. Mi pata një 4 pyetje për hoxhen. Një shkort veç mbulesa e femrës, unë e kam khimarin, dhe më thonë nuk në gjës hijab po khimar, edhe a është e sakt që shto, apo është e teprume, se plot po mësojnë edhe e ki tepru. Me që ta kështu që ama unë pundina vahat, edhe pyetja tjetër udhtimi te nana me shku në Kosovë, unë veç me qik të vogël, a lejohet me aeroplan apo jo? A në Evropë jetëja? Po. Edhe vakcina për fëmijë që është, unë qikën ta me alas këm vakcinu, shkaku që po thojmë plot që i bën dëm edhe trupit, tash nuk po di, a jina në hak fëmijës ma shumë me vaksinu apo jo, a ka ndaj menim për këtë çështje, edhe a bën me punu një punë që nuk e ke lajmëru në Gjermani, ama nuk merr ndihma prej shtetit social. Po, këto ishin. Rregull, faleminderit për telefonatën, ju përshëndesim. Ku mund përnën kje me këtë veshje. Në ashtë ta mund përnën dy përnë. Shë që të për një shahat, elhamdulillah, i motër kësore fillimisht që i mbuluar, falë Zotit. Pas të jo i motra jam. Jemi së dhe një zaman. Ku subhanallah njeriu nuk mund t'jetë veç për vetë.
Mund të dikush unë nuk një për tjertë. Dohet me një për tjertë. Sepse mos njësh për ta një për dinin tënë. Për dinin tënë. Për shembull. A mund njëhet dikush rahat edhe vërtet që njëhet rahat, ta ka mirë në madhe, kur pa e prek, as për që gjeri, as për që gjani. Dhe me pytë të njëna shumë rahat. Njeri sinqert nuk ka nevojë të rajt, dhe ti do të më besu ati. Ti monesh me thonë, qysh e bane, qysh hanë, qysh flanë, qysh me ravdes, ti qenë pyetje bane, atina. Por aj, një në vetën shumë qetë. Mirë. Kusht e keqja këtu kurse njeriu me dëshire ka, me bindje ka, njët mirë. Kusht e keqja shtu? A bërë që ka e marrë më vetë mu që është mu vesha? Këtë tjetër s'pon vetë mu që për deshet. Ose aje tjetër që për deshet. E s'pon vetë heq, po dërë ma imponu mu vetë vetën e saj. Apo? Edhe më kalën për parasyve 50 herditje. Kjo s'pon pytë. Edhe s'pa thëmë që s'pon pytë, s'pa thëmë kur gjo. S'pon me mirë që pesha ashto, por pa heshte, ose pi uli sytë të poshtë. Ndërsa këte, pa pres marrë më pytë kjo mu pse, së është në regull e punë. Amo, në anën tjetër tash, pra në parem, djale ka mirë. Djale ka mirë në parem. Sen, as ka shke legja, as ka lëndu kërkan, as e edukuni mirë, po në gjallënën, bani badet njeri ju, elhamdulillah për Zotit. Gruja ka pranu me marë që ashtu me mjekër, elhamdulillah, ju në të mirë, dëvat shumë, par këtë kënë, ku është të keqë aty, të kalëzëm të i mu. Mirë. Por, në kushtet që jetojmë ne sot, që këtë person, të këtë tjertë në shikim, që klasifikohet? Normal? Këtë normal, ja? Ja ba këtë normal, ja? Gjykohet shumë. Gjyk para gjykohet. Pa të drejt. Por është realitet. është realitet. Tash ne, a do të më pas parasysh pra dhe rrethonat e këtë kjo vendi ku jetojmë, këtë kjo për me rujt Islamin, para se me rujt vetë tonë. Sepse, pa thëmë vetë tonë të pas parasysh, unë bëj që ka dojmë i lirë, se më të rësëmë që atë në tjertë. Të në parem e ki mirë. Vesh kjo në parem. Po si të delpiti e je, pas taj has në për sfidat të ndryshme, ku nuk o që ashto në regull. Sepse dhe të menu edhe mësë me dhonë hijet keqe Islamit tanë. Për shambull, unë që këtë që më shtash, që për momentin, unë në shpekam, festanat e mi, që më shkollu me ta. A që shto? Jem shkollu me tone, 15 vjetë jem shkollu veç me festana. Kur njët pantall veskam. Kur, heq. Se edhe ma komodnin në ta. Edhe knashna ta krejt. Krejt knashna. Me nëzëspre, se që në Arabi, dikon qaba, ditën e parë, me një herë i vesh edhe knashna me ta. Mirë. Nëse veshën veshtu në emision, që ka ndodhë? A është normal për mu? Po. A është drejtë e jamja? Po. Por, sikur se punë e mikrës. Para gjykohen për njerëzve. Andaj mik disa gjëra për hitë të Islamit, duke më se shkejet parimet të fejtë, gjithmonë. Sepse kemi zavënsime, ati se dhe në rruje mjekrën. Pa ati në thejnë në shkërto mjekrën. Sepse edhe për ty personalisht, kemi pas ma letë shumë qështje, po edhe për Islam, për ty tjertë, për shështërinë islame, ka më ndikuma pozitiv. Të nëse duke që kima pak se vap aty, kam pënzit diku tjetër se vapin. Nuk është se vapi vështë mjekër në pas që kash. E mora se shambull. Pyetja dytë ishte udhtimi për të nona me aeroplan me një vajzë. Udhtimi, nëse në fakt është notru me borë, po tash borë së në vjen me ty i motër. Ashtu për nuk mundet marrë borën me ty, nuk mundet. Te i ki thmin, i mbuluar, i në aeroplan e plët. Unë nuk më i thëmë kujna, kësa rast e më thotë. Edhe në këtë rast, më bëshën mendimi i shafive,
dhe malikive. Me plot respekt hanefit e tonë, me plot respekt hanbelit, ata me që thënë eks rrin shpeh. Por me plot respekt, i duam të gjithë. Ama për këtë kohë, për këtë zaman, dohet me dhanë fetfan e shafive dhe hanbelive. Mu të siguria vetëm e shëtit në tonë, këtë tonë, babë me moshke, me sen, me sile tjera, kjo për jenë të nana, kjo vjen të vllaznia. Andaj është nevojshme të familja, është lidhje farvisnore. Pas aeroplani plot, elhamdulillah për Zotit, ka njerëz, është ruhet, morali ruhet, ku kush në guzoni fjalë me ta fol në aeroplan, as në aeroport. Njeri gjallë. Pa në autobus. Elhamdulillah për Zotit, siguria është e mirë. Falë Allahut Azza wa Jall. Pyetja e tretë ishte tek vaksinimi i fëmijës. Kjo është çështje diskutabile që unë më i pari vet, nuk jam doktor këtë meselë, doktor i mjekësisë. Ama unë jam për atyne që kam rezerva, dishta me thonë pikë pyetje sa të dush. Minimum për të kënej në Ballkanin tonë këto. Sepse ata të të shpërndajnë vakcinat e ndajnë botën. Bota rangi parë, dytë dhe bota tretë, vendet e botës së tretë. Nuk ju besohet aty në farë miliarderave të cilë mënohen me jemi shtu me pakuja, nuk ju besohet fort atyne. Pasha Zotin ja. Se puna vakcinave të Covidit. Mële mja obligu njëzë vakcinat për Covid, pa ditë që kanë to, pa ditë pasohet e tyne. Pa njëri është i shtrajt, jo ka thonë filan biznesmen e miliardera atje në Amerike, ka thonë tjetër atje, e ka thonë tjep të mërë për vetjaj, për vetë se mërë. Kështu që këto, ndërsa shtetet e forta, Gjermania është i fort, aja nuk len, me hiq ka dhe në shtet vetë atë. Aja është tjetër sen. Gjermania, Zvitra, shtetet e Skandinavis, në to, nuk mund me hiq të lëfarloj artikulle, as i laqa, as artikulle shqimor. Se atje qmohet jetë e njeriut shumë, e që është parimi fejskë. Qmohet jetë e njeriut, e qmon jetë e njeriut shumë atje. Për dire sa vendet tona, ty bën ta vetë kosh as kryeministrin, as presidentin, as ministrin shëndetësis, as t'i qelin, nuk t'i hapin, as nuk t'i analizojnë ilaqet, çfarë që ja bin vaksinat pe jashtet. Në kohë, në vetja kanë papru të kënishtu në Kosovë prej Afrikës Jugit. A vakcinat në Afrikën Jugut, s'pat këtë Evropa hargju, ësas. Turqia hargju, Turqia është të fort për shambull. Kosovë, të këne, zotë të mënë hati kofshin falë. Pra, më të rezerë këmë dhonë. Por nuk jam mënë që vendosë aty. Rezerva e kam veç kaq më shumë. A bën me punu në Gjermani për mos me lërmu punën, do të thotë. Tash meselet të cilat kthehet tek ata vet atje, kthehet tek ne atje. Nëse më pas parasysh robi, me qenë e sinqert, kudo që shkon, punën halal me bë, edhe keni kujdes, sepse je pjesë e një shtetit ku nështrosh ligjeve të tyne. Edhe, po du me tha me këte, të kushton shtrajt pastaj. Të kushton shtrajt. Se puna taksave tjere njerëzit i ikin, po i ik një herë 2-3 tani mo. Ty kura të zonë. Po në zonë edhe të kushton shumë shtrajt. Ta na jena muslimon, e neve në po na kushton 2 fesh, edhe nga ana që ati dënimit ligj, po edhe nga ana emrit e imazhit e hije keqe pi bjenet, neve të panë në Evropsat. Në gjestin më të vogël, gjest më të vogël negativ, të dëmshëm, në një dëm më të vogël, me bojnë një musliman, dhe një krim, dire gjakut, një musliman, flasin media 2-3 sahat, një mazdite për ata, përfëndan, që kjo muslimani, me nërhip në rangën atje vepër terroriste, dhe një 6 muaj ditë mo nuk nalen të folë. Jem të pa senet, senet të pa. Po Zotë është i madhe i ndryshën Zotë e senet. Edhe është i ndryshu, dhe shpejt i kam ndryshu. Me emër të Allahut, sepse kanë hip fejës këtu në kry, në qafë. I kanë hip muslimanëve në qafë, pa e nëza musliman të udhen heq. Musliman të këvë, nëse në të nëza udhen.
Musliman për nëzënë udhën të tjertë. Na kërkune se nëzënë udhën, a më kërkune heqë në dyjatë. Për neve në nëzënë udhën të tonë. Na jena bo shqibe në sy të tonë. Papa, shqibe në sy në bona. Zotë është i madhë. Zotë është i madhë. E këqyrën që e bënë sotë. Atëherë dhe herë, faleminderit shumë që ishe pjesë të këtij misioni. Të nderuar shikues, kaq për sonte dhe sigurisht repriza e këtij misioni është nesër në rrethin nga ora 12. Ju mos harroni të ndiqni videot dhe gjitha ligjëratat e Hoxhës në faqen e tij në Facebook Dr. Shevchet Krasniqi. Asalamu alaikum dhe miu takofshim.